Siç e tregojnë edhe filmimet e paraditës së të hënës, liçeni hidrocentralit të Valldejes edhe në këtë periudhë kur ka nisur thatësira verës është në kuota ujore normale për prodhimin e energjisë elektrike. Drejtori i komanduar i këtij hidrocentrali, inxhinier Claudio Pema, e konfirmoi në një lidhje telefonike se po punohet normalisht për prodhimin e energjisë elektrike sipas grafikut të caktuar, dhe kuota ujore garanton respektimin e këtij grafiku. E rëndësishme është se plotësohen maksimalisht kërkesat e konsumatorëve për energji elektrike pavarësisht thatësirës, theksoi inxhinier Pemaj. Ndërkohë, moli i dikurshëm ku shkarkoheshin mineralet është përshtatur për lundrimet turistike me shkallë hekuri dhe vend të ankorimi për mjetet lundruese. Gjithashtu është sistemuar një pjesë e brigjeve pranë molit duke e kthyer atë në plazh. Këto janë krijuar nga një emigrant nga kjo zonë që jeton në Itali, duke ofruar kështu një kontribut të vyer për zhvillimin e turizmit. Djali jem atë e bo. Edhe mu knash për publiku, edhe me përnu për vedi. Faleminderit Zotit për këtë. Vinë emigrantat, krejt, s'ka se si bëhet ma mirë. Edhe ata gëzohen edhe na gëzohna. Një pjesë e rrugës është me dhe me gurë. Po, një pjesë e rrugës edhe për makinat si këmben në njëna tjetrën, atëhere më sëndej rregullohet e punë. Përshtatja e këtij moli është një tjetër pikë nga ku mund të lundrohet në liçenin e Valldejes deri në Koman, përveç asaj të Ragamit që të çon në ishullin Sarda. Kjo hapësirë ujore rrethuar me male është mjaft e preferuar për të vizituar nga turistët e huaj. Problemi qëndron në faktin se mundësi të tilla është e nevojshme të promovohen në mënyrë sistematike.